4 të rinj ranë prej një atentatit, teksa po udhëtonin me një automjet G-klas mbrëmjen e së në kryeqytet. Hetuesit janë të bindur se të rinjt nuk ishin shënjesër e atentatit dhe se autorët gatëruan objektivin. Nga atentati mbetën të plagosur 2 vëllezër, D. Demiraj 11 vjeç, M. Demiraj 17 vjeç, shoku i tyre Kian Mullahi 19 vjeç dhe drejtuesi i mjetit Arens Stafa 34 vjeç. Ngjarja ndodhi të njëjtën rreth orës 21:30 minuta kur 4 të rinjt po ktheheshin nga pjeza e Shijakut ku kishin shkuar për të festuar te pista Arena Catering Albania pasi 11 vjeçari kishte ditëlindjen. Në pjesë shkuan 2 djemtë e pronarit të kompanisë private Pelikani Security, 11 dhe 17 vjeç, edhe shoku i tyre Kian Mullahi, i cili studion në Londër dhe ishte kthyer për festën e Pashkëve. 3 të rinjt janë shok me njëri tjetrin, janë edhe komshi në Lundër, ku i kanë banesat ngjitur me njëri tjetrin në një kompleks vilash. Ata i ka çuar në pjesë shoferi i familjes dhe pronari të Pelikani Security me makinën e familjes Demiraj, një G-klas me targ AB002MD. Kur po ktheheshin nga pjeza, janë nisur për në Lundër, ku do festonin edhe ditëlindjen e 11 vjeçarit me familjarët. Gjatë kthimit janë futur në unazën e madhe për të dalë në Lundër dhe te rrethrotullimi i shkozës, një motor tip Ducati i ka zënë prit dhe i është afruar në esja dhe ka nisur të qëllojë me armë zjarri në drejtimin e tyre deri tek tregu Agro Shimor, ku të shtënat me armë ishin më të shumta. Shoferi i G-klas është munduar të shmange të shtënave dhe ka arritur të çojë makinën deri në Lundër. Gjatë largimit, si pasojë të shtënave, automjetit nuk i kanë funksionuar frenat dhe është përplasur në afërsi të Lundrës. Aty më pas, njerëz të rastësishëm kanë ndaluar dhe i kanë dhënë ndihmën e parë dhe dërguan me mjet privat 4 të plagosurit në spitalin e traumës. Familjarët e të plagosurve nuk kanë qenë në dieni dhe janë lajmëruar nga policia rreth 1 orë pas ngjarjes. Shoferi 34 vjeçar dhe 19 vjeçari Kian Mullahi ndodhen jashtë rrezikut, ndërsa 17 vjeçari në gjendje stabil dhe 11 vjeçari në gjendje më të rënduar. 17 vjeçari dhe 19 vjeçari pasi kanë marrë mjekimin në spitalin e traumës janë dërguar në spital privat. Sa i përket autorëve, dyshohet se në atentat kanë marrë pjesë 3 persona. 2 kanë qenë në motor, por hetuesit kanë dyshime se më pas autorët i ka pritur një person tjetër me një automjet dhe janë larguar. Policia deri tani nuk ka gjetur as motorin dhe as ndonjë automjet tjetër të djegur, siç ndodh rëndom në çdo ngjarje kriminale për të fshehur gjurmët. Lidhur me shkaqet dhe rrethanat, hetuesit janë të bindur që atentati ka qenë gatërim shenjestre dhe po hetojnë disa pista. Një ndër to është se shenjestra mund të ketë qenë gruaja e Roam Brahimit, i vrarë një vit më parë në Greqi, ndërsa po mbrëm në plan të Lezhës i ekzekutua në lokal babain e tij. Gruaja e Roam Brahimit jeton në të njëjtën lagje në kompleksin e vilave në Lundër, ku jetojnë edhe 4 të rinj që u plagosën mbrëm. Po ashtu, kjo e fundit përdor makinë G-klas. Mbrëm ajo ka qenë në plan të Lezhës, ku ju vra Vjehri. Hetuesit kanë ngritur dyshime që autorët mund të kenë pritur që të kthehet në Tiranë dhe mund të ketë ngatruar makinën G-klas duke qelluar makinën ku ndodheshin 4 të rinjt. Targa e makinës së gruas së Roam Brahimit ka një numër ndryshe dhe një gërm ndryshe nga targa e makinës me të cilën udhëtonin 4 të rinjt. Në deklarimet e dhëna para hetuesve, 2 prej të rinjve të plagosur dhe familjarët e tyre të tronditur pohuan se nuk kanë asnjë konflikt dhe po ashtu edhe dje nuk kanë pasur asnjë sherr. Të rinjt dhe shoferi i mjetit nuk kanë asnjë presedent apo konflikt.